Rreshjet e dendura të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime nga heci i banjës, të cilat arritën deri në 100 m3 për sekond, sollën sërish prurje të mëdha në lumenjtë e qarkut Fier. Prurjet në kuotat e larta në lumin Seman sollën prezencë ujë në sipërfaqe të konsiderueshme bujqësore të kultivuara me kultura të stinës në disa fshatra, por më problematike situata paraqitet në Betov të bashkisë Fier. Banorët thonë se është e treta herë radhazi që përmbyten brenda disa muajsh, duke u shkaktuar dëme të parikuperueshme në ekonomitë e tyre bujqësore. Në para s'ka ndodhur, këtë vit ndodhur vetëm. Në para binde që ikte, po nuk kishe kaq prurje. Si vjet tja që erën prurjet komplet ujit. Po dika, hapi dikave, vetëm ajo është, s'ka tjetër. Sa më duhet, mbytur këtu para 10-15 vjeç. Po vjen pa ujë. Ai si vjet edhe 3 herë, 4 herë brenda një muaji, se kush i bie. Lumi e përballon çdo rreshje vetëm hapen digat. Kur hapen digat janë përmbytur 3 herë. E treta herë që unë përmbytem si vjet. Si vjet që në nëndor jam mbytur unë dhe 3 herë ka ardhur ujë. 3 herë janë hapur porta, 3 herë më ka ardhur ujë brenda. Nuk vajnë digat që hapin ata. E mbushin kuotat plot ata për vetë tyre, pse hapin se çfarë bëhet poshtë nuk të di. Tokat, ku bet lla për tokat, me tokat janë plot me ujë, as mbillen, as ngiten, as korrikme, as do zeri vapa do çajin ato. Ne s'kemi as vaditje, as gjëqet. Tu shihemi. Po mua më çojnë zero, ma mori ekonominë të lumi, me çfarë ngrevun. Me fëmijë të vogël në shtëpi do ngrevun në ekonominë, po mos ta përmbysin, mos hapin portat, se vetëm ajo na përmbyt. Nuk kemi interesi fare, se çfarë do bëhet nuk e di. Dima s'po na japin, asnjë gjë. As shpenzime, as për baktit, as për një gjë. E mbova astrin, e mbyti lumi e beri lutë së tinë. Se ku do vëmë, se çfarë do bëjmë, një zot e di. Erdhi komisioni, sa pak kështu ikën edhe se çfarë bëjnë, marrën paratë, ikën ata xheposen për vete edhe potën e kanë lënë shitfatit. Përveç tokave bujqësore, për të tretën herë janë përmbytur edhe banesa. Jetoj prej 25 vitesh në këtë zonë, thot Sulo Tafa, por një përmbytje të tillë nuk e kemi parë asnjëherë. Ai tashmë ka shpërngulur edhe familje në kushtet e lagështirës, ndërsa thekson se me një dëm të tillë dhe pa ndihmën e shtetit, tashmë është në kushtet e mbijetesës. Jo jam me qira. Ku do jetoj familja? Brenda ujit? Pas situatave të ngjashme të regjistruara gjatë muajve janar dhe nëntor, dëmet e një pas njëshme kanë rënduar më tej gjendjen ekonomike në zonë.